Universiteti i Gjirokastrës po përjeton një periudhë shumë pozitive në drejtim të ndërkombëtarizimit, veçanërisht përmes mobiliteteve akademike dhe programit Erasmus+. Këto mobilitete u japin studentëve dhe stafit akademik mundësinë të përfitojnë eksperjenca ndërkombëtare, të shkëmbejnë njohuri dhe të rrisin cilësinë e mësimdhënies dhe të formimit profesional. Dea është nga studentët që pret të përfitojë këtë vit akademik një tjetër eksperiencë Erasmus+, pas asaj të vjetshmes në Spanjë. Si studente e programit Kontabilitet Financë, në janar ajo do të udhëtojë drejt Letonisë. Për mua është hera e dytë, vitin e kaluar kam shkuar në Spanjë, eksperjenca ka qenë shumë e këndshme, njerëzit kanë qenë shumë të thjeshtë, shumë të shoqërueshëm. Mësimet i kemi kryer pothuajse të gjitha në anglisht, të njëjtën gjë do bëjmë edhe këtë vit në letoni. Çdo gjë është anglisht, kështu që është dhe një mundësi për të përvetësuar një gjuhë të dytë të huaj akoma më shumë. Ndryshim nga vjet në Spanjë, si vjet në Letoni, kemi të detyrueshme të mësojmë gjuhën e tyre. Më duket një eksperiencë që nuk do doja ta humbisja. Dhe po të më jepë mundësia prap do e bëja. Ndoshta jo në Letoni, në një vend tjetër, sa më shumë gjuhë të ndryshme të njohësh, sa më shumë vende të vizitosh, aq më mirë është, sepse je në të njëjtën kohë student, në të njëjtën kohë je edhe turist. Të mos e humbasin shansin që u jepet, kështu shpreh Dea për ata të rinj që kanë mundësi të ndjekin programet Erasmus+, pasi përveç se rriten nga ana profesionale, mund të njihen me kultura të reja e miq të rinj nga vende të ndryshme të botës. Më duket një eksperiencë e këndshme dhe mbi të gjitha do t'ja sugjeroja çdo studenti për arsye se ke mundësi të shkëmbesh njohuri, të mësosh mënyrën se si studiojnë studentët e tjerë në shkolla jashtë, të krijosh shoqëri të reja. Universiteti i Gjirokastrës mbetet i angazhuar për të zgjeruar këto mundësi për të rritur pjesëmarrjen në programin Erasmus+ dhe për t'u ofruar studentëve më shumë horizonte europiane, pa u larguar nga rënjet dhe vlerat tona lokale, thotë zëvendës rektoria Merita Isaraj. Aktualisht, studentë të Universitetit Gjirokastrës po marrin pjesë në mobilitet e studimit dhe praktike jashtë vendit, ndërsa njëkohësisht presim pedagog dhe studentë të universiteteve evropiane për të bërë pjesë e mësimdhënies dhe trajnimeve në Universitetin e Gjirokastrës. Të gjitha këto shkëmbime e bëjnë universitetin tonë më të hapur, më konkurrues dhe më të lidhur me standardet evropiane të arsimit të lartë. Një risi shumë e rëndësishme në universitetin tonë është edhe bashkëpunimi me shkollat profesionale, ku studentë të huaj do të zhvillojnë praktika profesionale në bizneset lokale në Gjirokastër, kryesisht në fushën e turizmit, në shërbime, në teknologji dhe mekanik. Kjo sjell përfitime të ndërsjellta, si për studentët ashtu edhe për komunitetin dhe bizneset vendase. Për të ndjekur programet Erasmus+ në janar nga Universiteti i Gjirokastrës do të udhëtojnë drejt Letonisë 2 studentë, ndërsa 4 të tjerë pret Polonia. Lëvizja gjithashtu do të ketë edhe drejt Molisës në Itali në kuadër të marrëveshjes për diplomën e përbashkët Bachelor në menaxhim i turizmit të qëndrueshëm.